Përshëndetje, sot po përgatisim një recetë shumë të shijshme, bombica, recetë që ja vlen të provohet edhe bëhen shumë të mira dhe shumë të shijshme. Nëse doni të shikoni videon si kam përgatit, atëherë ju ftoj që të na ndiqni në vazhdim për të filluar me përgatit recetën. Fillojmë. Fillimisht në një enë hedhim 400 gram biskota të bluara. Në një enë tjetër kemi hedhur 3 lugë të gjellës me çoko krem ose Nutellë. Këtu shtojmë 200 gram me gjalp ose margarinë. Gjalpin e nxehtë e shtojmë tek çoko kremi, vazhdojmë me përzim mirë ose Nutella mund të përdorni. Edhe kur të përzihet mirë, atëherë ja shtojmë biskotave. Shtojmë tek biskotat, mandej shtojmë arra. Kësaj recete po i shtoj 6 lugë të gjellës arra të bluara. Vazhdojmë edhe po i përzim pak përbërësit, edhe ta shtojmë 170 ml me krem hopla për gatim, pra krem për ëmbëlsira. Të gjithë përbërësit do t'i përzim mirë derisa të na formohet një masë e trashë. Pasi e kena formu brumin, vazhdojmë edhe formojmë bombicat. Bombicat kësaj radhe kam vendos me i dhënë formë, pra jo të rrumbullakta, por një formë pak më ndryshe. E marrim një lugë të gjellës edhe kështu na dalin krejt të njëjta, e mbushim mirë edhe vazhdojmë i formojmë bombicat. Siç mundeni me prejt edhe këtu, së pari i bëjmë rrumbullak e mandej nga pak i zgjasim edhe bombicat na formohen shumë kollaj. Pasi kena përfundu me krejt brumin, tash i kemi lanë këtu, edhe në një enë, pra kemi shkrir çokoladën. Çokoladën e kam lënë që të shkrihet në avull, mirë po tash po hedhim pak çokoladë të bardhë, sepse kam vendosur që disa bombica pra me i shti në çokoladë. Kështu do t'i japim edhe pamje pak më të mirë, por edhe shijen më të mirë. Pra, çokoladën e shkrini, dykon 2-3 çokolada nga 100 gram, ose 300 gram çokolada të bardhë, tash varet sa doni ju me i bë kështu me çokoladë. Pasi t'i lyjmë me çokoladë, do të vazhdojmë edhe nga pak, do ju hedhim fëstëk, pra do japim dekor, mbaret si doni ju me i dekoru pra bombicat. Unë po vazhdoj kështu, pra një pjesë të bombicave, edhe pjesën tjetër do t'a kalojmë në kokos. Edhe kështu, kur i kalonin kokos, edhe këto bëhen shumë të shijshme. Një recetë pra e lehtë e shpejtë, pa pjek, përgatitet shumë lehtë. Pra gjysmët po i kalojmë në kokos e gjysmët po i kalojmë pra në çokoladë. Dhe pasi të përfundojmë, atëherë këto janë të gatshme, me njëherë mundemi me fillu edhe me i hangër. Nëse do ta provoni recetën, ju boft mirë. Krejt ju çka keni me provu, na shkruani në koment nëse ju ka pëlqyer receta ose jo. Dekorin gjithmonë do ta bëni sipas dëshirës suaj. Vërtet janë dalë shumë të mira, kanë edhe pamje, por edhe shijojnë shumë. Nëse i përgatesni, ju bëfshin mirë. Ju falenderoj nga zemra që po më ndiqni. Faleminderit, deri në recetën tjetër, mirëmbëjtje.